Nisim tani për çështje sekondash minuti. Çfarë ndodhi mbrëm tani? Se do ulem 2 sekonda. Para se sa të merrja vendimin sa duhet ngrënë kur rrin 10-12 orë ulur në një pozicion. Si duhet rujt regjimi, dieta, sa shumë, sa pak, sa protein, sa ujë duhet pirë që t'jesh hidratuar. I them këto sepse më pyesni pafund në inbox për këto gjërat e jetës përditshme që në fakt për mua janë gjëja her pas here më e madhe e jetës tonë njerëzore. Të fokusuar gjithë tek arritja, suksesi, karriera, paraja, gjithçka tjetër, rrallë herë ndodh që njerëzit ta kuptojnë që e vogla është e madhe. Dita, çdo ditë dhe rutinë është në fakt, le të themi, mirëqenia më e madhe që ka njeriu, ajo që ndërton përditshëm me disiplinën e vet. Kisha Orin në Paraditon ose në Drekën e djeshme. Orit i ka dhënë natyra një elegancë që nuk shëndoshet, megjithse mund të haj shumë apo pak. Edhe kisha këtë energjike Stormin. I them, ta provoj unë apo jo, sepse përgjithsisht përpiqem që t'i largohem këtyre me gaz, t'i largohem gjërave që janë urban style, shpikje të tanishme. Gati thanë këto. Ajo që zbulova unë diku nga ora 12 e natës mbrëm, ishte që pasi piva këtë Stormin pijen energjike me 0 sheqer, edhe nuk më thot njëri që duhet ta them këtë, dhe binduni që e bëj gjithmonë kështu, po nisim. Është 0 sheqer, nuk ma prishi fasting në sekonda, po filloni inserti aty. Në ndiqni, unë e gjeta me çfarë nuk e prish fasting dhe e gjeta me çfarë ta mbaj, le të themi, linjën, edhe kur nuk kam kohë teci të bëj palestër edhe të mos ha gjithmonë me gjithse lodhja dhe tensioni nervor. E vërteta e kësaj ishte që ishte 13 kalori për 100 ml dhe fantastike nëse është vërteta jonë që mund të gjejmë çfarë zgjidhje të tilla.